Learta Jakupi pushton kuzhinën, baklavaja e saj po bën namin dhe të gjithë pyesin, a u befasua shyretja? Një moment i ëmbël dhe plot emocion ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale. Këtë herë, në qendër të vëmendjes nuk është muzika apo paraqitja publike, por një traditë e dashur shqiptare, baklavaja. Dhe ajo që e ka përgatitur është pikërisht Learta Jakupi, e cila duket se ka vendosur të tregojë një tjetër talent të saj, atë të kuzhinës. Baklavaja njihet si një nga ëmbëlsirat më simbolike të festave dhe momenteve familjare, duke sjellë gjithmonë një ndjenjë nostalgjie dhe ngrohtësie për shumë njerëz. Përgatitja e saj nuk është as pak e lehtë. Ajo kërkon përkushtim, durim dhe përvojë, pasi shtresat e holla të brumit, arak, sheqeri dhe shurupi duhet të jenë në harmoni të përkryer për të krijuar shijen e famshme që të gjithë e duan. Në rastin e Leartës, kjo baklava duket se është shumë më tepër se një ëmbëlsirë. Ajo përfaqëson dashurinë dhe përkushtimin që ajo ka për familjen e saj. Çdo shtresë dhe çdo kafshat sjell një ndjenjë bashkimi dhe ngrohtësie në shtëpi, duke e kthyer këtë moment në diçka të veçantë. Ndjekësit e saj kanë reaguar menjëherë me komente pozitive dhe admirim, duke vlerësuar jo vetëm rezultatin final, por edhe përkushtimin që kërkon një ëmbëlsirë tradicionale si baklavaja. Shumë prej tyre madje janë shprehur se një baklava e tillë do ta bënte krenare çdo familje shqiptare. Natyrisht, një pyetje që ka zgjuar kuriozitetin e të gjithëve është, a është befasuar shyretja nga kjo surprizë e ëmbël? Duke ditur lidhjen e ngushtë familjare dhe respektin që kanë për njëra tjetrën, momenti duket se ka qenë edhe më emocional. Learta Jakupi vazhdon të tregojë se është një grua e talentuar dhe shumë dimensionale. E njohur për stilin e saj të veçantë dhe shijen e rafinuar në muzikë, ajo tani po dëshmon se ka edhe një talent të veçantë në kuzhinë. Përmes këtij gjesti të thjeshtë, por plot domethënie, ajo na kujton se gatimi është një formë arti që kërkon dashuri, përkushtim dhe shpirt. Në fund, mesazhi është i qartë: momentet e kaluara me familjen dhe njerëzit që duam janë më të çmuara. Dhe ndonjëherë, një baklava e bërë me zemër mund të thotë më shumë se 1000 fjalë.